E që të hin ka 2015, e në që kje që të hin e ka 130. Pamjet e frikshme që po i ndiqni janë saktësisht të para një viti, nga rreshjet e furishme të shiut në pikë të verës në anën e Tetovës, përthuaja gjysmë ore 6 veta gjetën vdekjen, 4 në Shipkovic dhe 2 në Lisec. Dëmet materiale ishin të konsiderueshme, pësuan shumë vendbanime e kultura bujqësore, por si paraqitet gjendja një vit më pas. Mirë menaxhimi i krizës, përmasat dhe kompensimi i dëmeve dhe bërja paksi tepër politik janë elementet mbyzotruese të këtij përvjetori të hidhur. Të shkojmë me radhë. Ejub Halimi është koordinatori i komisionit të posaçëm qeveritar të ngritur më njëherë pas përmbytjeve të 3 gushtit. Realisht para një viti, ne si komision i përbom prej shumë anëtarëve tjerë nga institucionet ndryshme, jemi dalë fillimisht në hapësirat në territorin e komunës Tetovës dhe komunën e Teartës, në atë sipërfaqe ku është përfshime vërshime, dhe kemi konstatuar një gjendje jo të këndshme të banorëve për atë moment dhe kemi raportuar deri në qeveri për gjendjen që është shkaktuar nga vërshimet. Çfarë flasin raportet finale? Raportet finale që ka miratuar qeveria që ne si komision kemi dërgu, kemi dërgu për dëmet që janë shkaktuar dhe vlerësimet që janë bërë nga ana e komisionit, konkretisht nga ana e Zirës për vlerësime gjyqësore. Kemi bërë vlerësimin e pronës të tëndshme dhe të patëndshme dhe kulturave bujqësore. Dhe çfarë flasin të dhënat? Çfarë dëmesh janë shkaktuar anës së Tetovës? Konkretisht vërshimet që ka qenë hapësirat e territorit të Tetovës, ka qenë përfshim Rëqica, ka qenë një lokacion më shumë që ka shkaktuar nga vërshimet. Rëqica e madhe dhe Rëqica e vogël dikon afër 185 familjar kanë qenë apo anvestri të prekura. Kurse pas asaj kanë që u shkaktuar dëm edhe në fshatin Shipkovic, dikon afër 98 anvestri kanë qenë të shkaktuar me dëme, dikujt më shumë, dikujt më pak. Ka pasur në fshatra tjera si në Gajre, Brodec, në fshatin Vec dhe pjesë qytetit tjetër Qashia e Epërme dhe në komunën e Teartës. Kanë qenë këto dikun në Qashin e Epërme kanë qenë dikun afër 9 anvestri shkaktuar, fshatin Selt afër 10, në qytet dikun afër 100 anvestri. Dhe në komunën e Teartës dikon 15 anvestri kanë qenë të prekura, kurse për kulturën e bujqësore kanë qenë dikon afër 400 bujq të prekura nga këto vërshime.
Komuna e Tetovës sot doli me bilancin përfundimtar për atë që ndodhi dhe që është bërë. Kanë qenë situata të rënda të cilat ne mendoj se i kemi menaxhuar atëherë me sukses. Në ndërkohë brenda një viti kemi punuar maksimalisht që të kemi sa më shumë projekte për riparimin dhe rikonstruimin. Kemi bashkëpunuar me UNDP-n për studimin e fizibilitetit që ata e përfunduan dhe na e dorëzuan, dhe të njëjtin kemi dorëzuar deri tek qeveria për sa i përket dëmeve infrastrukturore, kurse pjesën që kemi mundur ta bëjmë me buxhetin tonë jemi duke punuar, dhe pagesa e dëmshpërblimeve familjeve nga ana e qeverisë është po ashtu një procedurë që është në përfundim e sipër. Niazi Kadriu është shqipkovicasi që prej vitesh jeton në Londër. Si dhe para një viti, edhe tash e takuam në vendinjen e tij. E flet të thuash pa emocione për atë që la pas vërshimeve e që e gjeti tani në Shqipkovicën e tij. Shqipkovica, mbas një vitish, e shifni vetë edhe i radh një qarë këndej, ka ndryshime shumë. Duhet bëmi falenderus, njëherë të gjitha atyre donatorëve që ndihmuan Shqipkovicën kështu vullnetarisht, si me maqina, si me punë vullnetare, ushtria, kjo kretu ulshun, edhe Shqipkovica mban një respekt veçantë për të gjitha ata njerëzit që ndihmuan. Shqipkovicën nuk e lanë në gjendjen katastrofale që mund të ishte. Shqipkovicës ju sanuan nga puna vullnetare, mund të them 80% e situatës. Po tash janë Shqipkovica. Shqipkovica është kthyer pjesërisht në më pashmen. Jeta ka fillu, po ka ankesa për çështje disa shtëpive të cilat kanë mbet ende pa u sanu, pa u paguajt, pa ato që u premtuan nga qeveria. Këtu është fjala thjesht nga qeveria. Vullnetarisht populli ka dhënë edhe më shumë se duhet të jetë. Ne jemi falënderues për atë. Po qeveria ai realizoj premtimet e veta, pjesërisht. E them këtë me plot përgjegjësi se tash edhe kam parë listën edhe atyne ndihmave që po ndahen tek popullata që është simbolike, se njerëzit që kanë humbë shtëpit nuk mund të rikthejnë jetën normale me një 500 euro ose 1000 euro. Kur sekretari i qeverisë Maqedonisë, zoti Gruevski, natën e parë që erdhi të na vizitoje, tha se 100% ne do t'i mbulojmë këto humbje që pësuan popullata, kryesisht ta njerëz që pësuan humbje në shtëpi. Të them drejtën, a janë realizuar këto 100%? Jo. A ka pas një pjesë ndihmash? Po. Shqipkovicasit e tjerë që në mëngjes shkojnë në qytet e kthehen këtu në mbrëmje, e thonë se mbetet edhe shumë çka për të bërë. Janë sanu të gjitha, janë mermetu, janë rregullu mendimin e njerëzve edhe mendimet e veta disa persona që kanë pas lokalet aty, vetë kanë investu, edhe ndoshta u është ndihmu, por nuk e di sa kanë pas, nuk kam qasje të ndihmat e atyre, por siç e pati dhe ju, janë sanu e gjitha, funksionon në mënyrë normale tash qendra. Çfarë duhet një fshati si Shqipkovica me diku rreth 400 shtëpi, me diku rreth 3000 banor, në mos gabohem, çfarë i duhet që të bëj jetën e vet normale, një fshat që qytetin Tetovën nuk e ka shumë larg. Për të qenë një jetë normale, para së gjithës, si elementare është se na premtuan neve, thanë do të bëjnë kanalizimin e ujësirësit dhe për kanalizimin e ujrave të fekale, mirë po nuk u bë, jo. Edhe rruga e Varezave këtu në vazhdim poshtë është, janë hekat e bekatonkat me premtimin, me qëllim se do të zaventësohen me treja, po tash ende sot nuk janë zaventësuar, kur do t'i bëjnë nuk e dimë, të s'kemi informata, për ata që i kanë dalë zotë kësaj pune, me siguri do të zgjidhin këtë problem. Paralelisht preç çka kanë dami katastrofë me madhe. Më në tani që të kam me kurse komuna atër di pastruje, di drituje, në i la. Nuk mi mbjetë taj. Ju jetoni në atë shtëpi? Qenë në atë shtëpi.
Që të... Këtu ka pas edhe një shtëpi Po, tjetër. ka pas në që jakë në prishëm. Ata në prishim ujë. Ata shtajnë e gjibëm të. Vetë së ne ujtë, së ne pastrujnë, së ne bëjnë. Dohet bagjerë, dohet. A jeni anku, a keni kërku ndihmë? Kemi kërkuar e di. Ama, Në fakt, më thoni, çfarë ju kërkoni saksisht? ne kërkune ndihmë që ta inë sikur gjina bëha ke këtë katastrofa. Kërkune ndihmë ta inë në një muje. Ju kërkoni që pastrohet rruga. Po, të pastruat rrugët, pastruat vendi. Ai vendi juaj atje është juaj. Po, joni, jemi. Joni, Kristë. Pastruat shpaja në brenda. Brenda ka t'i poshtër. U mosh me ujë atjerë. I ka preshkit në vështajet. A keni marrë dëm shpërblim ndonjë Ta është problem, ne s'kemi marrë, ne jemi në shkrot komisia e Shkupit atjerë. E në policia. ju kur një denar deri tash s'keni marrë? Të në deri tash s'kemi marrë në kundja. Faleminderit e ju që keni ardhur na vizitoni. Mashallah, shtëpia e re, shtëpia e mirë. Po shpaja në rria ne kanë marroni shoqat për vitre, agjilarës. Ne se kemi marrove. Ne kurżan se ne ju na shkoj kit. Ja. Shoqja copën e betonit. Po. 17 e gjimt me pjesë 20 ka shpaja, këtë si jaz ka shku. Atje po është lumi. Këtë, ka as mbet kurżan, ka as pet, ka as dokumenta, kurżan këtë na i mund. Dhe goditja ishte pikërisht që këtu. Goditja që këtu në një vajza mbëtë, 15 veçare. Para një viti ka pas këtu një shtëpi tjetër. Po, është prish, ajo tash e kemi ndërtu e reja është. Për hajër. E valla, fënder. Ajo u prish shtëpia, u prish prej vërshimeve Po, për u mbytje. mbush, po, u mbush se pije, krejt. U mbush edhe ishte pa përdorur, dhe tash të detiruar, e kena prish. Ju jeni antar i kësaj familjes? Vllau është, Shtëpia e vllaut është. shpje e vllau, po. Familja ju i pati edhe viktima. Viktima, di fëmijët e vllaut, Ndjes pasin. fënder. Jeta vazhdon. Po, edhe ne që andaj kemi vepru kështu. Jeta vazhdon, shtëpia duhet ndërtohet, të gjallët duhet jetojnë. Kjo është punë. Flitet këtu në Shqipkovic, dikush është ndihmuar, dikush nuk është ndihmuar në sanimin e dëmeve materiale, se ato shpirtërore. Po une nuk kam shumë dini në këtë drejtim për arsye se nuk jam unë i kiqët drejt për drejt këtu, në janë vlezrit. Por sumat të cilët flitet se i kanë marrë nuk janë Sakta. të sakta, nuk janë dedikuara ashtu ku duhet. Me siguri ka edhe ndoshta gabime, unë po them, ndoshta gabime. Inshallah nuk janë të qëllimshme. Kjo është punë. Këtë rrugët tona janë përmbarë. Ama njerëzit se kuptojnë. Tonë marrone vetë, bënë vetë, vetë i kemi bo ato, i kemi pagujt ato sende, kanalizat si që i kemi bo këtë këto. Kur bëjnë puna, to nga marrë atë 2 hera, 3 herë janë marrë të nderi i këtë në rrugëve. Një hera marrë kura pruj para, që po është kurse jazi marrua, të bon qetëri, jërë qetëri të nderë për qëto tërmonë, jërë në qëto. Parët kush i merë, kur kush si di. Zoti e di. Grujerski mund të di alama mëjë. Kush i merë para. Se banka e Grujerski ti në shkraun ato kush ku. Nëse në bo që. Me copa. Këtë ta qitni, nuk mu ta më qitni gjifoli. Këto ta qitni, këto a gjifoli, nuk unë gjifoli në gjuhë. Këtë qëllane sa është këtë copa, është copa. Nuk ka vetëm unë gjithë foli, gjë është realitetit të kalzojnë. Një ndër banorët e Shqipkovicës, saksisht Liman Xhemali, mbase është ndër ata që përmbytjet e para një viti do t'i mbeten në kujtesë
sa t'jetë gjallë. Vetë Limani shpjegon përpara kamerave të televizionit Art se përse do ta mbaj mend Tregushtin e 2015-s. Ajo datë nuk mund të harrohet. Ishim këtu në kafe ku ishin aty. Kishim fëmijët aty, vllaun, do shok tjerë. Filloi shiu. Nuk na mor mendja se do të bëhet ashtu. Pas pak filloi shumë. Duke shpëtuar kafen e dyqanin, se në dyqanin e kam aty, unë beta i fundit. E në atë moment erdhi një val e madhe edhe më mori prej aty e deri poshtë ku ishit ta e shtëpia këqi. Aty mbeta. Më dejta një gjysore. Dikur doli një gru në balkon. Kur doli e gruaja unë e thira. Aty e parë se e këm thirë dhe komën, nuk mund që të lëviz. Ajo gruaja doli, i kishtirë babën e vetë. Kur merë thafarat. A më në atë moment do dalë edhe ujti. Kishtë thi këtu, manal. A më kishë mlu deri në fit këtu. Sot këtë shkop e keni kujtim nga Tregushti. Kam pas di, po tash kam veç një. Keni pas ndërhyrje serioze? Po, kam det 7 ditë shkup në spital. Në Shipkovic, 2 ditë para përvjetorit të hidhur, erdhi Nikola Gruevski për dallim nga hera e kaluar, kur si kryeministër u zëtua për kompensimin 100% të dëmeve. Kësaj radhe ishte i detyruar të urdhëroj bashkëpunëtorët e tij të marrin shënime. Sot ai pranoi mirënjohje për interesimin kur ishte në postin e kryeministrit. Mirëpo Shipkovicasit kësaj radhe ja qanë hallin se sanimi i dëmeve nuk ishte bërë deri në fund. Në momenta se žalim za ovu kuću, Taka, nisam dobio ništa. Ky malsor i u ankua se nuk ishte zhdëmtuar për shtëpinë e shkatruar. Jedna molba do vas, da se otvara patët na potokot što beshe. Gjyshi i 2 viktimave të vitit të kaluar kërkoi që të rregullohet shtrati i përrojit që nga viti 1932 e deri vjet u tërbua 2 herë dhe mori 6 viktima. Владата isplati 25 milioni, околу 25 milioni денари во декември на бюрото за судски вештачења. Потоа се утврдило дека треба уште 8,5 милиони денари, затоа што имало некоја грешка од страна на бюрото за судски вештачења и во јули овој месец префрлени се и тие на општина Тетово, така што тие се веројатно во тек на исплата или треба да се исплатат многу брзо. Така што од тој аспект, колку што сум информиран од страна на надлежните, владата има завршено врската, сега треба да се заврши преку останатиот дел преку општината. Tha ish kryeministri Nikola Gruevski duke urdhëruar bashkëpunëtorët e tij mbase nga qeveria që të evidencojnë pakënaqësitë e grupit, jo dhe aq të madh të Shipkovicasve, të cilët kishin dalë ta presin mesditën e kësaj të hënë. Në përmbytjet e vitit të kaluar e dëmtuar doli edhe rëqica e madhe dhe ajo e vogël e Tetovës. Sot nuk është se e fshehin kënaqësinë për atë që është bërë. Tregushti për rëqicën e madhe, veçanërisht për këtë pjesë këtu ku gjendemi tash, ka qenë tmerr. Tmerr i paparashikueshëm. Ai erdhi si peqielli, si thonë, bravo. Kurse për kompensimet, sa kam informata, shumica, mos them të gjithë, shumica janë të kënaqur me dëmshpërlimin që janë dhënë nga qeveria që jemi shu deri më tash. Do thonë, paska edhe ende për të lëshuar për makinat, këto janë dëme vetëm për shtëpiat, për makinat, veturat, traktorat, këto që kanë makineri, ende nuk ka të lëshuar. Mund të them se ndër më të dëmtumit kemi qenë, ne? Tash qofse i keni dëme për shembull prej këtu, si murin njerë që ju shkatru krejt, edhe mbrenda këtu me fasadën, që kjo linja e fasadës këtu tregon.
Se kjo krejt e mbushët ka qenë, krejt me gurës, me betona, ose ujti krejt këtu. Edhe prej këtu filloj mrenda hini në shtëpi. Ka pasur edhe mrenda të doma? Po, edhe mrenda na hini, krejt ato i hudhëm ato mjetet që i thunë kuzhinat, edhe këtu në pas di kuzhinat ato i hudhëm krejt. Deri ku më ka arritur kompenzimi i këtyre damave? Për shifun për vetën teme mund të thëmë se jam i knaqët me kompenzimet. Gjibon, qeveria, komuna, pastrimin, mos e harroj ai bataljoni inxhinerik i ushtrisë që atëherë gjika qenë, maksimumin ato e dhanë që këtu ushtria. Po, fatin madh e jone ka qenë që nuk kemi pas fëmijë, ura, nuk kemi pas dëmë gjëra vdekjet asoj. A dëmet mëdha kemi pas shumë se pitune fillon lumi i. Edhe që mund të shikojnë se këtë të nëthajem, këto këtë mrenda, atërë kur kanë ardhë ato mëndimi atinë, ato e kanë drejtën e vetë, unë mëndimi im, unë e vlesosha 10.000 euro dëmë. Ato e vleson 6.000 deri në 7.000. Pas të erthë edhe policia në qizoj, edhe policia e vlesoshin që ta. Po falë Zotit në kanë misha, se në thëmë se jo, a o pak. Në sa të marëm nuk o mjafton. Po, sa do kudo në kanë misha, mjafton, kemi afrau, sa të kudo 70% kemi afrau dëmë. Veçëm shtajnë, veçëm këtë shpej, veçëm me prish. Ta prishim se nuk krijet këtu, këtoja e madhe, është në halë, nuk di, vejnë në jara, vejnë, tërmasën në jara tërmasën. E ne frikishme, e ne calët me i zonë këtone, është fundi. Shumë, në halë janë. Keni mund të afroni deri diku? E kemi rregullau gjajti, kemi, pak amon hisë veç thaj, i kemi bëhë gjajti. Këta të mëdhujet, ato të dojmë, i kemi bëhë gjajti. Saktësisht këtu e një vit më parë, kjo rrugë, ky aks rrugor që lidh Tetovën me vendkalimin kufitar të Jazhincës në kufi me Kosovën, praktikisht ka qenë e blokuar. Për këtë, provë më e mirë janë edhe pamjet që po i ndiqni në të djathtë të ekranit tuaj. Po këtu gjitha punët u banë, vitin e kaluar çfarë do të zhbahet. Rruga u hap, edhe vazhdon të jetë hapur, ama nuk do të thotë se rrezik nuk ka. Rreziki është i mundshëm ende. Nga arsyeja se pjesa lart në Bjesh, ka dje ku duhet punohet, ende atje s'ka në i punë konkrete të bëme. Po mbi gjithat ne faleminderojmë institucionet, komunën, njerëzit e komunës kanë dhënë kontributin maksimal vitin e kaluar për punët këtu. Kryesisht Blertoni, ish ministri i atëhershëm zoti Nurani Zahiri, edhe do punë u banë, u kryin, shtrati i lumit u pasrua, ajo është tash për tash në rregull, këtu është në rregull, ama nuk do të thotë se është puna e kryme. Familjet e dëmtuara, a janë kompenzuar për dëmet? Po familje shumë dëmtuara nuk ka patë të na, që e pjesë që kam patë janë kompenzu, edhe është në rregull. Mendoj për ato të pjesë. Më të për dame ka patë tokat pjellore, po është që jo. Dy urat e dëmtuara janë rivendosur? Në fakt, 2 urat të drurit janë të rivendosur, komplet të reja. Investim kryesisht i komunës, dhe 1 urë është e betonit, edhe ajo është e rregulluar, e përfunduar. Domet e pronës tëndshme dhe pa tëndshme, si dhe kulturave bëjësore, dikun nga ona e komisionit, nga vlerësimet që janë bo, dikun afër 1.300.000 euro janë ndo drejt për drejt në durët e shtetorëve, duke mos përfshi kostet tjera që janë bo për pastrimin e prurjeve nga mali dhe poshtë. Në fakt janë ankesat e qytetarëve, një pjesë e tyre, do me thënë kanë të bëjnë me pagesat e dëmshpërblimeve dhe disa ankesa tjera të njerëzve të cilët konsiderojnë se janë dëmshpërbluar më pak se sa që kanë pasur dëmet.
Ne I kemi informuar ata, do me thënë që organi kompetent I cili e ka bërë vlerësimin, në fakt është qeveria, dhe qeveria ka bërë atë vlerësim, dhe në qoftë se kanë ankesa të tilla, ato t'i adresojnë, do me thënë në drejtim të qeverisë. Në të njëjtën kohë, ne jemi të vetëdijshëm se vlerësimi është se për të bërë riparim të plot dhe infrastrukturë parandaluese, do me thënë do të ishte I nevojshëm një investim prej mbi 10 milion euro, që ne kemi përcaktuar tani më, dhe për këtë arsye kemi kërkuar qartësisht dhe përsëri do vazhdojmë të kërkojmë që qeveria nga buxheti I vet këtë investim për Tetovën ta bëj, për arsye se bëhet fjalë për mjetet të qytetarëve dhe ne nuk e kemi diskutuar asnjëherë të gjitha që mund t'i bëjmë nga buxheti ynë, ashtu si e bëjmë rrugën Shipkovic-Brodec, ashtu si që jemi duke e bërë rrugën e UÇK-s që është tek vërshimet, ashtu si jemi duke e bërë rrugën e Banjës që po ashtu kishte dëmtime dhe tani bëjmë rrugë të re komplet atje, domethënë dhe shumë pjesë tjetër, ne do vazhdojmë domethënë ta bëjmë punën tonë dhe mendoj që të gjitha institucionet duhet që t'japin kontributin e vet. Një vit pas vërshimeve, ankohen edhe pronar dyqanesh, drejtues të subjekteve juridike të cilët thonë se pësuan shumë dëme e nuk u kompensuan. Dyqanin e kom pas plot madh, plot asu, ja kam firon, kam ata, pa gjuj poris, pa gjuj sigurim, në ka dhënë dimit as 400 euro, sa I vojnë ajo. A është drejta? Si thoshte? Ne e transmetojmë atë që thoni ju. Po unë të thëmë se kom dokumenta, të basha e kanë atë në dyqanin se jam kanë që qa gje. E kom pas atë dyqanin me mëjnë dhe makonë. Kur e qëlluk në banka gje, mi ka shumë 27.000 dinar, sa I vojnë vetë 400 euro. Unë nuk jam zorë për 200 euro, kom pas malë atë 10.000 euro ma shumë. Atër ma vlerësuja I kontabilisti, shkuava, I dërshova letrat, I qova në komunë. Kur e qëlluj, unë pargje, kur unë bjarda, jo, kur qëlluj, për qaqë parë, për 300 euro, a mund bëhet ke? Një vit pas vërshimeve, ose fatkeqësisë natyrore që ndodhi në gusht të vitit 2015, ku edhe spitali kliniku ballafaqua me këto pasoja, me qëras u bë vërshimi I objekteve shëndetësore dhe oborit të spitali klinik, dhe dëmët ishin të dukshëm, pasi që një numër I madh I aparaturës mjekësore më të sofistikuar u dëmtuan, siç është rezonanca magnetike, kompjuteri tomografike, mamografi e disa aparata tjerë. Dëmet të cilat u vlerësuan edhe nga Komisioni për vlerësimin e dëmeve, në të cilën përbërje ishin edhe anëtarë të Ministrisë Shëndetësisë, I cili dëm ishte dukun me vlerë mbi 760.000 euro. Një vit pas mund të them se këto aparaturat mjekësore u vendosën në funksion dhe në shërbim të qytetarëve me mjetet vetanake të spitalit, në thënë pas një ndihmë nga qeveria ose Ministria e Shëndetësisë, njëkohësisht edhe sanimi I dëmeve që u bën në objekte shëndetësore, I cili u bën në afat shumë të shkurt me njërë mbas vërshimeve, edhe ajo u bën me mjetet vetanake të spitalit, domethënë pas një fandime. Qeveria ka sjell vendim që personat juridik nuk janë kompenzu, konkretisht firmat të cilët kanë pasur veprimtarinë e tyre të shtrime në komunën e Tetovës dhe regionin e Tetovës, ato nuk janë kompenzu për dëmin eventual që janë shkaktuar. Në vërshimet e para një viti, dëmet më të mëdha u shkaktuan në infrastrukturë. Nëse zhdëmtimi I banorëve është në përfundim për revitalizimin e infrastrukturës apo edhe për parandalimin e rrezikut të përsëritjes së fatkeqësisë, të thuash nuk është bërë asgjë. Atë që ta thua se nuk është bërë, nuk qëndron për arsye se që atëherë ne bëm komision nga ekspertët e vendit dhe gjithashtu ekspertët e jashtëm, të cilët dolën në teren, pra prej duke filluar prej komunës e të Arcës, prej fshatit Dobrosht, pastaj shtratin e Lumit Poroj, shtratin e Lumit Shkumbin, pjesën e Malsis, pra Shipkovic deri në Bozovc, pastaj Reqica e Vogël dhe Reqica e Madhe, dhe ata e bën së bashku një vlerësim të dëmeve në infrastrukturë dhe si vlerësimi I tillë ajo është diku 21 milion euro, pra dëmet të cilat duhet të sanohet dhe kjo llogari është në qeveri. Paralel me këtë, ne e angazhuam edhe UNDP
e cila bëri gjithashtu një plan për parandalimin e vërshimeve që përfshin rajonin e Pollogut, pra edhe komunat e tjera të cilat nuk ishin të tanguara me vërshimet e vitit të shkuar, dhe sipas llogarisë së tyre parandalimi i vërshimeve eventuale në të ardhmen do jetë diku 10 milion euro shtesë, pra një sasi e mbledhur së bashku do të jetë diku afër 30 milion euro. Dhe unë kam shpresë se qeveria e Republikës Maqedonisë në buxhetin e vitit që vjen do i mbulon dhe do fillon me sanimin e këtyre domeve. Gjithashtu do të them se një pjesë të sanimit tani më veç është filluar, shtrati i lumit puni ka u përfunduar dhe shumë shpejt pritet edhe ndërtimi i gjithsesi rregullimi i shtratit të lumit të Rrëqicës së Madhe, diku shtator-tetor do fillon edhe sanimi i saj, nga mjetet që janë të ndarë nga Ministria e Ambientit Jetësor dhe buxhetit të Komunës së Titovës. Dhe në fillim të këtij emisioni tham se në këtë fatkeqësi u bë pak si tepër politik. Që në mbrëmjen e parë të vërshimeve, Nikola Gruevski atë botë kryeministër ishte në vendin e ngjarjes. Sikurse e dëgjuat, këtë e bëri edhe më një gusht, kësaj radhe në cilësinë e kryetarit të VMRO-DPMN-s. Prandaj themi që në një vend ku raportet ndërretnike lënë shumë çka për të dëshiruar, vizita kokë më vete vetëm sa rikujtoi brishtësinë e tyre, por dhe praninë e politikës aty ku thjesht nuk duhej ta ketë vendin në fatkeqësinë e qytetarëve, qoftë kjo kohë kur mund të ketë edhe zgjedhje.